A është bisedu me ju, zoti Getaj, si Lidhja Demokratike e Kosovës, por edhe si a është adresu kryeministrit një shkresë të tillë? A është bisedu apo do të bëj ofertë domethënë mbi baza individuale Partia Demokratike? Për këtë më së miri është ti drejtori zotit Veseli, sepse edhe nëse është bisedu, kjo është bisedu nivelin liderëve. Në nivel në të cilin nuk kam qasje, sepse në atë nivel nëse bisedohet, atër bisedohet me ushtruesin e detyrës së liderit të Partisë Demokratike të Kosovës, zotit Veseli, dhe kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe kryeministrin e Kosovës, zoti Mustafa. Pra është janë këta dy individ të cilët nëse do të ketë një ofertë të tillë do të diskutonin paraprakisht. Po, megjithatë, unë po flas për aspektin, për pjesën e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Ju them që nëse kryeministri Mustafa e bisedon këtë çështje me zotin Veseli, ai pastaj do të vijë te organet e partisë. Pra do të diskutojë edhe me organet e partisë. Pastaj, ju sigurisht do të shihni rezultatet. Pra, kryeministri Mustafa në gjitha këto vendime të rëndësishme të nivelit të lartë është konsultuar me organet e partisë, edhe unë besoj, po jam i sigurt që kryeministri Mustafa do ta bëjë një gjë të tillë. Po sikur Partia Demokratike ta bëjë këtë gjë pa e konsultuar Lidhjen Demokratike të Kosovës? Po ne jemi parti të veçanta, të gjitha. Edhe si parti të veçanta ne gjithsesi parti kemi drejt që të bëjmë oferta të veçanta. Edhe atëherë do të varet prej Lidhjes Demokratike të Kosovës, a do ta pranojë atë ofertë. Pra nëse oferta do të vijë nga koalicioni, atëherë duhet të diskutohet paraprakisht. Nëse oferta vjen nga Partia Demokratike ka të drejtë të bëjë oferta të tilla. Ne jemi një sistem demokratik ku gjithcila parti ka të drejtë të mbajë qëndrimet e veta. E atëherë ashtu si duhet të reagojë opozita, reagojmë edhe ne. A pajtohem as pajtohem me ato deklarimet të cilat i bën ai parti. Po unë besoj që megjithatë pastaj mund të ketë lëkundje edhe të po shiqoni ne nuk kemi pas lëkundje të tilla që nga fillimi. Lëkundjet zakonisht kanë qenë spekulime kryesisht mediatike, sepse koalicioni deri tash ka funksionuar në mënyrë shumë të mirë. Edhe unë nuk besoj që as zoti Veseli, as zoti Mustafa do të rrezikonin lëkundje të tilla për mos diskutimin e një çështje shumë të rëndësishme.